Ndërkohë do ndalemi në Shkodër, sepse një protest e banorëve të Hotit duket se ka sjellë reagime shumëta. Kam kolegun Teodor Gjergade. Teodor, të përshëndes. Për çfarë bëhet fjalë? Atëherë themi në fakt që në orët e parë të mëngjesit të ditës së sotme, banorët e Hotit të Ri, banorë kanë protestuar për të kërkuar disa shërbime të mungura në këtë zonë prej vitesh, të cilat themi çdo fushatë zgjedhore janë premtuar nga kandidatët, por asnjëherë nuk janë realizuar. Bëhet fjalë për rrugën e cila është e amortizuar, gjithashtu bëhet fjalë për problemet që ata kanë për furnizimin me ujë të pishëm, por edhe probleme të tjera që lidhen me transportin e tyre në shkollë. Në fakt, thimi është një problematikë që sipas banorëve e ka ngritur disa herë edhe publikisht, dhe sa herë ka pasur fushata zgjedhore kanë qenë kandidatët si për por edhe për zgjedhje qendrore, pra kandidatët për deputet, të cilët kanë ardhur në mbështetje të këtyre banorëve, të kërkesave të tyre, madje u kanë bërë edhe premtime, por deri tani nuk ka asnjë ndërhyrje sa i takon kësaj zone. Në fakt, Hoti i Ri është një fshat që është vetëm 5 kilometër nga Via Verdhe e qytetit të Shkodrës, pra shumë afër qytetit, ndërsa ka pasur investime vitet e fundit në këtë zonë, por segmenti rrugor që këta banorë kërkojnë është për rreth 1.5 kilometër dhe është në afërsi edhe të shkollës së fshatit, i cili duhet thënë që sa herë bie shi është pothuajse e pamundur për të kaluar për shkak të problematikës. Duhet thënë në fakt që kjo rrugë për 5 kilometër lidh rreth 1500 banorë të këtij fshati me rrugën kryesore, duke i mohuar kështu shërbimet apo i përditshmëri normale të jetesës së tyre. Siç e thash pak më parë, problematikë në këtë zonë kishte edhe se takon furnizimit me energji elektrike, ku rrjeti ishte shumë i amortizuar dhe le të themi në pjesën fundore të rrugës është dashur që banorët të investojnë madje edhe me paratë e tyre për të vendosur shtyllat e përçimit të energjisë elektrike, ndërsa pavarësisht se kanë bërë disa herë apel, sërish nuk ka pasur asnjë ndërhyrje nga ekipet e OSHE-s për të bërë të mundur që kjo zonë të furnizohet normalisht me energji elektrike. Kur ka ndonjë avari në qytet apo në rastet kur ka erë që shihun e sotme, zonë nuk ka energji elektrike për shkak të problemeve që shfaq rrjetit e amortizuar i energjisë elektrike. Në fakt, siç e thash, themi që prej orëve të para të ditës së sotme kanë qenë dhjetëra banorë të cilët kanë protestuar, ndërsa në rast se thirrja e tyre nuk do të merret parasysh, ato kanë kërcënuar që nuk do të bëhen pjesë e procesit zgjedhor të 11 majit në gjithë vendin, ndërsa janë në pritje që kërkesa e tyre të zgjidhet sa më parë. Teodor Gjergade, shumë faleminderit për këtë raportim, për këtë situatë, uroj punë të mbarë.